أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Falënderimet dhe lavdrimet tona I takojnë vetëm Allahu Gjeleshanhu, I cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fenë e vërtet dhe të vetme të pranuar, na e shpalli Kur'anin udhërofyes dhe na e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tona për zemërta qofshin mbi vulën e pejgamberisë të dërguarit fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe mbi familjen e tij të ndershme. Amin. Xhamati nderuar, ne jemi të vetëdijshëm dhe sot në botë shohëm se e keqja është përhapur në masat mëdha. Sot në botë shohëm të këqija, intriga, mashtrime të mëdha dhe atë në nivele ndërkombëtare, në nivele të larta të shteteve, instancat larta të shteteve. Nuk flasim për njerëzit thjesht, po edhe për udhëheqjes të shteteve, dhe e keqja ka mas të madhe të përhapur. Po çdo kush ndonjëherë bën pyetje se prej ka buron gjithë kjo e keqe, prej ka vin gjithë kjo e keqe. Një gjë duhet ta kemi parasysh të gjithë. E keqja e ka një emër, dhe e keqja që sot është shkak të përhapet në botë është sionizmi dhe jehudit të cilët e udhëheqin këtë parti politike. Këta në histori gjithmonë jehudit kanë qenë pak. Dhe njeriu kur është pak, mundohet të gjejë mënyra se si të mos shkelet nga ana e të mëdhejve, si të tërheke vëmendjen e të mëdhejve dhe si të mos bëhet viktim e të mëdhejve. Dhe jehudit e kanë kuptu këtë shumë herët, se që të mundën ata të mbjetojnë, është pa tjetër të gjenë një metodë se si të mos vëndohen në rrezik nga ana e shumicës. Dhe ata si mjet e kanë përdorë çdo herë mashtrimin. Mashtrimi ka qenë arma kryesore e tyne, se si të kalojnë pa u hetu nën mashtrime, do thot të bëjnë intriga, të bëjnë komplote, dhe në kësaj mënyra që të tjerët t'i shtinë në fitne, të tjerët t'i shtinë fesade, e vetë të ngelin jashtë loje, sikur janë të pafajshëm. Këtë lojë ata e kanë përdorë, dhe këtë mjet e kanë përdorë dhe në Medinë në kohën e pejgamberit a.s. Bile edhe para ardhjes së Muhamedit a.s. në Medinë, para se të bëjë hijretin, në Medinë ishin kryesore dy fise, fisi Aus dhe fisi Hazraj. Këto dy fise, thuhet se 130 vjet kishin pas luftë ndërmjet veti, kishin luftu me njëri tjetrin. Po kush I kishte shti këto të luftojnë me njëri tjetrin? I kishin shti jahudit e Medinës. Jahudit e Medinës, çdo herë kur I kishin pa se këta kadal janë të ardhë që të pajtohen, këto kishin shku dhe ja u kishin shti fitilin që mos ndalet lufta ndërmjet atyne. Pse? Se përderisa Eusi dhe Hazreji kanë qenë luftë, jahudit u kanë marrë me tregtin dhe pazarin e Medinës. E kanë udhëheq ekonominë e Medinës. Dhe këta e kanë kuptu se nëse arabët do vetëdisohen dhe do e kuptojnë se kush është duke I mashtru që të luftojnë, ata atëherë marrin ekonominë dorën e vetë, e pas jahudit kanë qenë pakic në Medinë, e kanë përdorë këtë mjet
që të mundën ata ta kontrollojnë ekonominë e Medinës. Dhe këtë e kanë përdorë si mjet, si e si të shtin luft Eus dhe Hazraq, që ata të luftojnë e këta të mirën me ekonominë. Njëjtë është duke u bo edhe sot. Ata në atë kohë edhe Eusit i shitshin armë, edhe Hazraqit ju shitshin armë. Vetëm luftojnë ju me njëni tjetrin. Prap armët di blejni prej neve, edhe në fund ju do pësofni ne forcofni. Kjo është teoria e jahudive. Njëjtë sot bëjnë në botë. Ata janë pakic. Numri më i vogël në botë i feve është i jahudive. Musliman afër 2 miliard, krishter 2 miliard e 400 milion. E tjerët, 16% e popullatës botërore janë hindus, 7% e popullatës botërore janë budist. Jahudit 0.2%. Mas pakti pe këta feve që ka njerëzi është jahudit 0.2%. As 1% e popullatës botërore nuk janë jahudit. Po këto çka bëjnë? Këta shkojnë e ngjallin luftra në mes shteteve. Shkojnë dhe i shtin në armiqësi shtetet e forta. Shifni çka janë të i bo Amerikës dhe Rusisë. Që t'i shtin luft me njëna tjetrën, ata ka tjetra anë e kontrollojnë ekonominë. Ata ka tjetra anë i kontrollojnë bankat. Ata i kontrollojnë bizneset. Ata i kontrollojnë internetin. Ata i kontrollojnë sendet të cilat bin pare. Pra çdo send, çdo industri që ka pare, udhëhecin në atë biznes janë jahudit. Dhe kjo metodë njëjtë po shifët edhe sot në përbot kur luftohet. Që këta jahudi u shesin armë edhe njënës palë, edhe tjetrës palë. Prej të dive fitojnë duke shit armë, në fund armiku i dopsum e ata të forcum. Kjo teknike tyne çdo herë ka pas sukses, se ata i kontrollojnë edhe shkollët më të mira. Shkollët më të mira që sot janë në botë, Cambridge, Oxfordi, Yale, janë në dorët e këtyne jahudive, të cilët kontrollojnë në përmes degve të masonerisë. Dhe këta i zgjedhin studentët më të mirë në të shkolla, ekonomistët më të mirë, strategët më të mirë, politikanët më të mirë që mund dalin prej studentëve, i sponsorizojnë, i finansojnë, dhe kur e shohin se është një student shumë i mirë, ata e marrin e punësojnë atë kompanitë e veta. Dhe prandaj sot hebrejt kanë shumë sukses. Në çdo sferë i gjejnë jahudit shumë të suksesshëm. Pse? Se ata i kontrollojnë shkollët më të mira. Dhe normal se i zgjedhin studentët më të mirë, profesionistët më të mirë që të punojnë për ata. Dhe në këtë mënyrë ata janë duke u zhvilluar sot edhe politikën botërore. Sot jahudit prapi gjejmë se numri i vogël i tyre është. Po, në përmes intrigave, në përmes mashtrimeve, ata arrin që shtetet tjera t'i shtin luft, ndërsa vetë të ngelin anësh. Po edhe vetë kur hin luft si është tash lufta në Palestinë, përsëri i lypin tjerëve të vambështetin luftën. Miliarda vetëm Amerika është e dhënë. Afër 300 miliard dollar armatim vetëm Amerika që i ka dhënë. E po kjo, a nuk është shfrytëzimi tjerëve? Unë dhe luftoja ma ti kjetë ma paguj shket çmimin e kësaj. 45 Hitleri kinë se pas ka vra jahudi në Gjermani, sot e kësaj dite prej Gjermanis lypin kompenzim. Sot e kësaj dite prej Gjermanis lypin që t'ja u pagujnë dëm shpërblim. Kjo është jahudit. Mundohën nxjerrin pare prej çdo kujt. Prej secilit mundohën nxjerrin pare. Prandaj sot bizneset dhe parët janë te bankierët më të mëdhej që sot e udhëheqin, do thot ekonominë botërore. Bankët më të mëdha janë në durët e familjeve hebreje. Familja Rothschild, familja Rockefeller, krejt të familjet më të forta të hebrejve i kanë në durë bankët. Dhe si shka thonë edhe themeluesi dinastisë Rothschildve, milini parët kush dojen e të bëhet president i shtetit. Milini mu t'i kontrolloj parët kush dojen e bëhet mbret i shtetit apo politikan i shtetit. Se dihet se ai që i kontrollon parët e kontrollon shtetin. Nuk janë politikanët që e kontrollojnë shtetin.
janë ata që e kanë parën në dorë, ata e kontrollojnë shtetin. Se politikani si mos kese njeri që e mba me pare, kur gjanë së mboje. 4 vjetë dërije që ati nëse si shlon pare dikushi, kur gjanë së mboje. E kush kana kryesori? Ai që e ka parën në dorë. E parët sot në dorë i kanë jahudit. Krejt shtetet, a e dini xhamat se asë një shtet nuk prodhon pare. Krejt shtetet sot që janë në botë, 193 shtete në botë, asë një shtet nuk ka drejt prodhoje pare. Parët i prodhon vetëm banka, jo shteti. A banka është institucion jashta shtetit, institucion privat. Pra bankët xhamat janë institucione private, nuk janë shtetit. Mund ta kese shtetin një bankë në dorë, po parët nuk i prodhon ajo. Parët kush i prodhon? Fondi monetar ndërkombëtar, FMN-ja. FMN-ja nuk e kontrollon asë një shtet. E FMN-ja është ai që ju shlon pare. Maqedonia, për të pas pare, duhet t'i lipe FMN-s. FMN-ja është në dorë të një familjes. Një familje e kontrollon FMN-n. Parët shkon një shtet merr borxh të një familje. Dhe ai jep normal me kamat, e pastaj duhet mbytet ai shteti te punuqet mundet ta ktheje borxh. Dhe krejt shtetet në botë janë borxh në FMN. E çato shtetet të cilët nuk kanë marrë borxh, Amerika dhe Evropa i kanë hasën. Kush janë ato? Kuba, është e Korea e Veriut, është e Irani. Çto 3 shtete që nuk kanë borxh te FMN-ja. Dhe shifni çka është e u bë dynjaja këtyre 3 shteteve. Ajo këto 3 shtete armiq. Kuba, armik i Amerikës, hasmi i Amerikës. Irani, hasmi i Amerikës. Korea gje, hasmi i Amerikës. Pse çto 3 shtete kanë në hasmit të Amerikës? Se çto 3 shtete nuk kanë marrë borxh te bankët e këtyne. Se tjerët këti kanë shtin borxh. Vetëm çto 3 shtete nuk i kanë shti hala. E çto 3 shtete janë hasmit e atyne. Derisa ti shtin brenda në ata, e si zonë të marrin borxh të bankët e atyne, atër më hupën hasëmnia. E kjo është politikën që sot po e bëjnë hebrejt. Luft në përmes parës, se kush e kontrollon parën, e kontrollon edhe politikën, e kontrollon edhe shtetin. Po këto çdo herë dhe kur kanë qenë dobët xhamat, këto janë mundu në përmes intrigave, mashtrimeve, që ti dopsojnë të tjerët, që të mundën të formojnë një sistem që tjerët luftojnë, dopsohen, e këta të ngelin të fuqishëm. Një prej tyne e kemi si rast xhamati nderuar, edhe masoneria vitin 1789 e udhëhequr nga kokat supreme të hebrejve. E bon revolucionin francez. Çfarë boni revolucioni francez? Ata e dishin se Evropën kush e kontrollon. Evropën deri në revolucionin francez e ka kontrollu kisha. Kisha ka qenë kryesore në Evropë. Çka ka thonë kisha katolike, çajo u ka bën. Nëse kisha i ka thonë një mbretit ti dhe jesh mbret, ajo ka bën mbret. Nëse njëri ti ka thonë ti s'mund ti jesh mbret, dhe ai s'ka mund bëhet mbret. Pra gjithë Evropën në kontroll e ka pas kisha katolike. E masoneria jahudive që të mundet ta shkatroje sistemin e kishës katolike e bon në revolucionin francez në vitin 1789. Dhe në përmes revolucionit francez e prodhon laicizmin që e shkatron fen krishterët katolikve. Dhe kisha katolike e hupën fuqin dhe nisën vind sistemi laik i kontrollum prej jahudive. Po kur e shkatroi gjimsën e Evropës që ishin katolikët, tash mbet gjimsa tjetër e Evropës që ishin ortodoksët, slavët, rusët, sërbët, maqedon, grekët, të cilët e kishin si bindje drejtimin krishter ortodoks. E që të mundet ta shkatroje tash edhe ortodoksët, çka bon jahudit? Jahudit me krye me Karl Marxin e bon një sistem tjetër, komunizmin. Pse komunizmi u përhap në pjesën lindore të Evropës? Pse komunizmi s'ken Francë e s'ken Angli? Komunizmi ishte në pjesën lindore. Do thotë Rusia ishte prisja saj. Pra krejt shtetet lindore ku e kishin kish kryesore ortodoks u ashtini fitilin e kësaj ideologjie që është
komunizëm. Dhe në bazë komunizmit, ajo e shkatroi Rusin, e shkatroi do thot krejt shtetet lindore. Pra në Evropë e prodhoi me revolucionin francez laicizmin, ndërsa në lindjet e Evropës e prodhoi komunizmin dhe në bazë të asaj e shkatroi. Dhe në këtë mënyrë në Evropë i shkatroi shtetet e forta dhe e bani që të kese dominancë vetëm ajo ideologji dhe politike tyne që është sionizmi. Po ashtu, e thamë dje se për ta shkatru Perandrinë Osmane e prodhon nacionalizmin dhe në këtë mënyrë xhamat çdo herë jahudit prodhojnë një ideologji, një politik, kur e shohën se një shtet apo një sistem bëhet i fortë, ata prodhojnë diçka me cilën e përçajnë edhe i dajnë dhe i bëjnë të duken në luftë a vetë që ndrojnë kinse jonë viktima, kurse dikush çdo herë i mbyt jahudit, kinse Hitleri pas ka mbyt 6 milion jahudi, që s'është e vërtet, sepse ato janë ideologji krejt të prodhume nga sionistët, të cilët i kontrollojnë mediumët, krejt kanalët e botës, me CNN, me BBC, me NBC, krejt kanalët e mdhoja i kontrollojnë jahudit. Dhe ata në përmes këtyne mediumeve çdo herë mundohen të dalin pafajshëm, kinse ata janë viktima. Në atë kohë ka qenë do thot Hitlerin kise fajtori, sot do thot antisemitizmi. Antisemitizmi dhe mek çdo kushi që folën kundra jahudive është antisemit. Dhe ai cili fol kundra jahudive duhet burgosën. A çdo ditë folin kundra muslimanëve, kërkush nuk u thot kur gjë. Çdo kush folën kundra krishterëve, kërkush nuk fol kur gjë. Ama në moment që folën kundra jahudive, antisemit, bile mund ta hash edhe burgin. Dhe çdo herë ata për t'i dobësu hala ma tepër, prodhojnë edhe ideologji tjera. Për shembull, për ta shkatru familjes, ato shtetet i shkatrun Evropën perëndimore, e shkatrun me laicizmin, Evropën lindore e shkatrun me komunizmin, Perandrinë Osmane e shkatrun me nacionalizmin, e tash ju ka mbet shkatrimi familjes. Si ta shkatrojnë familjen? E shkatrojnë përmes një politike dhe ideologjie tjetër LGBT, LGBT-je. Do thot në përmes kësaj ideologjie ti shkatroje familjen. A ka ana tjetër, ata për veti jahudit ka 7 fëmijë, 8 fëmijë, 10 fëmijë bëjnë. Ama tjerët ti dobësojnë si? Martofni u burr me burr, ju tjerët martofni gra me gra, kryesorja mos shtohet raca juaj, e jahudive të shtohet. Martesat, ata thonë për zje racën, s'bën ti thush zezakit i zi, s'bën ti të kese racizëm. Po, ata u bojt qefit martot një vajze bardh me një burë zi, ose një gruje zez me një, dash s'ka lidhje, martofni. Ama jahudit nuk i lanë familjeve vetat martohen me jashtë jahudive. Çdo jahudie ka pa qetër të martohet me vajzë jahudie. S'ka të drejt dale prej racës vetë. Ata të vetën e rujnë, ama tjerët i shkatrojnë. Ata familjen e vetë e rujnë, ama tjerët mundohen të shkatrojnë. Ata martohen, bëjnë ka 10 fëmijë, ama tjerëve u thonë, jo, ju mos u martofni, s'është prapambetje është kjo. S'ka nevojë të martohesh, ne martohen burr me burr që shduket raca juaj. A e vetja shkoje duke u shtu. Në këtë mënyrë jahudit në botë sot funksionojnë xhamat. Dhe çdo send që është sot kundra që e lufton Islami, ta keni parasysh është prodhim i jahudive, të cilët mundohen si e si ti dobësojnë shtetet në përbot, ti dobësojnë politikët tjera, ideologji tjera, fe tjera, ndërsa fejnë e vetë, politikën e vetë, e qojnë do të thotë që t'jese supreme, derisa të vinë ata ta kontrollojnë totalisht 100% gjithë politikën botërore, edhe pse kanë arrit deri në një masë të lartë, po ende janë të punu që ta marrin gjithë sistemin botëror në durët e tyne. Allahu ja u shkatrof planet e tyne, si thot Allahu në Kur'an, wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Ata bëjnë kurthe, ata bëjnë plane, projekte si ti dëmtojnë musliman, po edhe Allahu bën dështimin e kurthave të atyne, sepse Allahu është më i miri planifikues. Si i bën planet Allahu askush s'ni boje. Ato bëjnë plane për t'i shkatruar musliman, Allahu ka që shkatrojë planet e tyne. Inshallah Allahu t'i shkatrojë me njëri tjetrin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.